Së pari, ngarkesa fiskale. Ngarkesa fiskale në vendin me varfrin më të madhe në Europë, me rrogat më të ulta dhe fuqinë blerëse më të ulët, është më e larta në Europë dhe nofta në botë. Ngarkesa fiskale mbi litrin e naftës në Shqipëri është mbi 60-65%, ndërkohë që në vendet më të zhvilluara të planetit në mesatare, vendet anëtare të OECD-s, kjo ngarkesë është 40-45%. Ndërkohë, të ardhurat mesatare të vendeve të qytetarëve të vendeve anëtare të OECD-s janë 6 herë më të larta se sa të ardhurat mesatare të qytetarëve shqiptarë. Pra, është një gjobe të mërshme që rëndon mbi shqiptarët. Së dyti, faktori dytë madhor është kontrabanda e naftës. Asnjë litër naftë nuk hyn në Shqipëri me bote. $350.000 ton naftë kontraband hyn në Shqipëri në portet që kontrollon qeveria. 350.000 ton naftë kontraband janë të barabarta me të ardhura aktuale 410 milion euro, që të gjitha shkojnë në familjen e krye kontrollorit të kontrabandës që quhet Edi Rama. Shitje e kësaj nafte kontrabandë nëpërmjet kompanive tregon edhe një herë bashkëpunimin e Edi Ramës me kompanitë e naftës në çmimet stratosferike. A mund të imagjinoni ju? Çmimi më i lartë në Europë, kontrabanda më e lartë. Pra, shkaku më madhor i këtij çmimi shkatrimtar është Edi Rama dhe qeveria e tij. Faktori tretë janë rezervuarët e naftës, apo depozitat e naftës, të cilat në kuptimin e rezervës shtetërore mund të jenë shtetërore, mund të jenë private, mund të jenë shtetërore dhe private. Vendimet më pashme të qeverisë i kanë shpallur ato private. Por, natyrisht, magazinimi ka çmimin e tij. Dhe atë çmim kompanitë private ja marrin konsumatorit. Në një kohë kur atij çmimi duhet t'i përgjigjet qeveria, sepse ajo rezervë mbahet për llogari të shtetit. Por Edi Rama preferon që ajo rezervë të mbahet duke tatuar dhe më rënd naftën dhe të ushitet qytetarëve, xhepat e qytetarëve. Pra, janë këto 3 faktorë madhor që përcaktojnë çmimin stratosferik të naftës. Çmim ky që ka në bazë taksat më të larta rreth 30% më të larta se sa në vendet e OECD-s,
rreth 30% më të larta se në vendet e Bashkimit Evropian, kanë bazë kontrabandën që arrin gjysmën e naftës së konsumuar të çdoganuar në këtë vend, ka në bazë taksat tjera të lidhura me magazinat e naftë, magazinat doganore, në fakt atë janë magazinat doganore, që rëndojnë jo më vetëm ata që kanë automjetin, sepse Edi Rama niset nga një mendim anakronik, niset nga fakti se ata që kanë vetur kanë para të paguajnë, por kjo është absolutisht ndëshkim, sepse ata që kanë vetur kanë të vetmen, pothuaj të vetmen alternativë të vërtet lëvizje, masi transporti publik pothuajse është ineksistent. Dhe detyrohen të shesin çfarë kanë për siguruar mjetet e transportit. Por e vërteta është që çmimi i lartë i naftës nuk prek jo vetëm ata që kanë vetura, po prek çdo qytetar me çmimin e ushqimeve, sepse transporti transpozohet në çmim të ushqimeve, rritja e çmimit të transportit. Sepse një seri prodhimesh që përdorin në procesin e përpunimit përdorin naftën, energjinë, transpozojnë në çmim te konsumatori. Çmimi i naftës pra pasqyrohet gjërësisht në bujqësi tek fermerët të cilët nuk paguajnë dot automjetet për punim në tokës. Çmimi i naftës rrit në mënyrë të ndjeshme çmimin e ushqimeve për baktin dhe godet kështu sektorin e blegtorisë. Në qoftë se djerë sot, të gjitha qeveritat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë bërë një ose disa mbledhje me vendime përkatëse si t'i përgjigjen situatës së krijuar nga rritja e menjëhershme e çmimit naftës për shkak të luftës në lindjen e mesme dhe gjirin përshik, kreu i organizatës kriminale në Shqipëri Edi Rama ka ngelur në nivelin e batutave e mashtrimeve dhe të premtimit tij ultra cinik se do prek aksisën. Do prek aksisën kur nafta të kaloj 220 lek për litër. Ky është një akt i papërgjegjshëm